Përshëndetje të nderuar bashkëqytetar. Partia e Lirisë, Dega Pogradec, distancohet nga qëndrimi i këshilltarëve të majt në Këshillin Bashkiak të Pogradecit, të cilët kanë votuar sot për rritjen e çmimeve, më saktë dyfishimin e tyre dhe zgjerimin e vendparkimeve me pagesë në qytet. Ky qëndrim, kjo vendimarrje, dëshmon edhe një herë se Bashkia Pogradec nuk ka as pak në fokus interesin e qytetarëve, por u shërben interesave klienteliste të gjithë atyre që përfitojnë prej tyre. Mjafton të shikoni situatën e rrugëve brenda qytetit, të trafikut të rënduar dhe të mungesës vendparkimeve për të kuptuar se e gjithë sipërmarrja nuk ka as pak për qëllim lehtësimin e jetesës qytetarëve, po thjesht futjen e dorës në xhepat e tyre, sa me taksa dhe tarifa të fryra, po aq edhe me gjoba. Ne përshëndesim qëndrimin e këshilltarëve opozitar, të cilët megjithëse nuk i kanë votat për ta ndaluar këtë turavrap interesash, kanë gjithë kurajon ta kundërshtojnë atë, kurse ju, të dashur qytetar, keni mundësinë t'i thoni jo përmes votës tuaj në zgjedhjet e ardhshme vendore.